Kombëtarja shqiptare do të rikthehet në muajin qershor, ku do të luajë dy përballje të radhës në kualifikueset e Kupës së Botës, ato me Serbinë në datën 7 në shtëpi dhe pas 3 ditësh me Letoninë në transfert. Gjatë kësaj periudhe stafi teknik po ndjek nga afër, por edhe nëpërmjet videove lojtarë të ndryshëm të përfaqësueses për të përpiluar listën e famshme që do të publikojë në ditët e fundit të muajit maj. Flitet shpesh për afrimin e lojtarëve të rinj, ku shumë emra kanë qarkulluar në media, siç janë Brian Gruta, Arjon Ibrahimović, Antoni Caci apo Nelson Piper. Të paktën deri tani, gazeta Panorama raporton se nuk ka asnjë afrim të ri që do të vesh panellën kuqezi. Kjo e konfirmuar dhe nga ndihmës trajneri i kombëtarit shqiptar Ervin Buzku, që gjatë një bisede dhe i pyetur spontanisht në lidhje me ndonjë emër të ri, u përgjigj: "Deri tani nuk ka asgjë, do të jemi me kartën e vjetër." Por përgjigjja ndihmësit të Silvinjos nuk përjashton mundësinë që deri në qershor stafi teknik në bashkëpunim me FSHF-n të bindë ndonjë lojtar të caktuar dhe ta vendosë në shërbimin e kombëtares shqiptare.